Në ambientet e ambasadës japoneze në Tiranë u zhvillua ceremonia e nënshkrimit të kontratës së grantit ndërmjet ambasadës së Japonisë dhe organizatës Evento di Terra Albania në kuadër të programit japonez Grant Assistance for Grassroots Human Security. Në këtë ceremoni mori pjesë dhe kryetari i Bashkisë Divjak, zoti Josif Gorea, i cili përshëndeti këtë nismë të rëndësishme që vjen si rezultati një bashkëpunimi të suksesshëm mes institucioneve. Ambasadorja e Japonisë në Shqipëri, zonja Kato, vlerësoi angazhimin dhe bashkëpunimin me Bashkinë Divjak dhe organizatën Vento di Terra Albania, duke e cilësuar këtë projekt si një hap konkret drejt përmirësimit të sigurisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm në komunitetet lokale. Projekti parashikon prokurorimin e një mjeti zjarfikës të tipit 4x4 për emergjenca civile në Bashkinë Divjak, i cili do të përforcojë ndjeshëm aftësinë e reagimit në raste zjarresh apo fatkeqësish natyrore, veçanërisht në zonat e pyjeve dhe terrenet e vështira. Ky investim synon të mbrojë jetën, pronën dhe mjedisin, duke rritur ndjeshëm nivelin e sigurisë për qytetarët e kësaj zone dhe duke treguar një herazi vëmendjen që partnerët ndërkombëtar i kushtojnë zhvillimit lokal në Shqipëri.